Sot do përgatisim jufka, por do i bëjmë në një mënyrë shumë të shpejtë, të lehtë dhe të thjeshtë. Ndër puna e kësaj darke do bëhet në një tigan të vetëm dhe nuk do na merr kohë më shumë se 20 minuta përgatitje. Së pari, të gjitha jufkat do vazhdoj që t'i rendis në një tigan, por tigani duhet që të jetë pak më i thellë që të mund edhe që të zihen. Për të shtuar shijen e kësaj darke, unë do përgatis edhe qofte. Në një enë më të thellë kam shtuar 400 gram myshviçi të bluar. Vazhdojmë tani që t'i përgatisim qoftet. Në një enë tjetër më të thellë kam shtuar 3 lugë gjelle thërmia buke ose prezlla. Të thërmiat e bukës do shtoj 100 ml qumësht. Do i përzijem që thërmiat e bukës të thithin brenda tërqumshten. Tani thërmiat e përgatitura në këtë mënyrë do i shtojmë brenda të mishi. Një qep të bërë në rende, një vezë, një lugë çaj kryp, një lugë çaj piper të kuq, si dhe pak piper të zi. Tani me dorë do vazhdojmë që të formojmë brumë të mirë për qofte. Tani, nga mishi i përgatitur, do formojmë qofte, por do i bëjmë pak më të mëdha në këtë mënyrë dhe do i vendosim mbi secilën pjesë të jufkave. Kështu pra duke, pasi kemi përfunduar me renditjen. Tani do vazhdojmë që ta përgatisim edhe salcën. Për salcën do na nevojitet pire domatesh ose pasta domate. Në total do shtoj 2 lugë gjelle. Tani do shtoj 400 ml ujë, 2 gota nga 200 ml. Vaj do shtoj vetëm 50 ml ose gjysmë gote të çajit. Salca do shtoj 1 lugë të çajit oregano. Gjysmë lugë kryp. Përzijej që të gjithë përbërësit të bëhen bashkë, përpara se ta hedhim në enë. Tani, salcën e përgatitur e hedhim mbi qoftet. Në temperaturë mesatare, duke i mbuluar me një kapak, do ju japim kohë që të zihen diku për 15 deri në 20 minuta, por gjithmonë duke i kontrolluar. Gati 10 minuta që po zihen, por unë do shtoj këtu edhe 200 ml ujë tjera tani. Mbuloj me kapak dhe do i lë që të zihen edhe për 10 minuta tjera. Fiks 20 minuta dhe qoftet janë gati. Tani përmbi do vazhdoj që të shtoj pak kashkavall. Në total do shtoj dikun 70 gram kashkavall në rinde. Mbuloj me kapak edhe për 5 minuta tjera, derisa kashkavalli të jetë shkrir. Pas 5 minutave kam larguar kapakun, kashkavalli është shkrir. Thjesht do hedh pak magdanos për t'i dhënë pak më shumë ngjyrë dhe shije darkës.